të armatimit, raketave dhe... Kryeministri Edi Rama e shoqëruar nga Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu, inspektoi bazën ajrore të Kuçovës që po kthehet në një aset strategjik të NATO-s, fal investimeve në infrastrukturë dhe bazë materiale të nivelit të lartë, duke i dhënë Shqipërisë një rëndësi të re gjeostrategjike. Faza së dytë të zhvillimit të bazës ajrore të Kuçovës, pasi u inaugurua dhe me mbështetjen e NATO-s. Puna ka vijuar në fakt për ndërtimin e objekteve të reja, ku kemi akomoduar të gjitha municionet dhe bomba drejtuese që kanë ardhur së fundmi, së bashku me dronët kamikaz në zbatimet dhe të marrëveshjes me aleatin turk. Kryeministri pa nga afër një demonstrim të shkurtër nga misioni që po realizonin dronët Bayraktar, duke kryer monitorim nga ajri të luginës së Vjosës me kërkesë të Agjencisë së Mbrojtjes Civile. Sot është mision civil plus dhe trajnimi jonë që kemi në Rama informua se përveç patrullimit të kufirit detar apo toksor, kjo qendër është në dispozicion për çdo detyrë që i ngarkohet nga agjencitë e tjera ligjzbatuese, përfshi dhe ato të mbrojtjes civile. Këtu tregohet pozicioni i avionit dhe koordinata, kurse aty është pozicioni i kësaj pikës ose kryqit që shkon aty ku shkon. Kështu monitorohen nga ndërtime pa leje. Baza ajrore e Kuçovës do të shërbejë edhe për përgatitjen e aviatorëve shqiptar. Në bazën taktike të Kuçovës ka një personel prej 350 personash.